Tani prap ky elementi marrja së riskut është ai që ty të bëri të postojë në Facebook dhe asnjëri tjetër nuk poston dhe në Facebook, kam përshtypjen apo? Unë kam kanë me idenë që nëse ti do bash diçka që dikush tjetër nuk e ka bë alo, do të zesh një pozicion të mirë. Edhe unë këtë kam bërë që me idenë e parë që hapa zyrën, të ofroj një zyrë shërbimesh. Agjencia e shërbimeve ekstra, kështu. Emrin. Edhe kështu ja kam banjit, agjencia e shërbimeve ekstra. Edhe kam ofruar shërbime duke bë një gjë që se ka bë asnjë tjetër në qytetin e Shkodrës. Bile me bë këtë gjë në Tiranë dikush sot, mundet m'ja pa hajrin sepse ideja është fituese. Pavarësisht manena që duhet punë, nuk diskutojnë këta. Po ideja është fituese, funksionon. Njerëzit kanë gjithmonë nevojë për shërbime, do kenë gjithmonë nevojë për shërbime. Po tash unë duhet me dalë për shkak me lyp një da do bërë fëmin nërmiq, ndërkohë që mund të jetë një pikë, një institucion ose një lloj biznesit që mundet me ma ofru, jo këtë, po të gjitha llojet e biznesit, gjitha llojet e shërbimit që mund të kem nevojë nesër në shtëpi, domethënë si ide ka kanë fituese. E kam zbatu, e kam vazhdu me vite, më ne u futa te real esteti si